Mediat janë ndezur sot nga një lajm i pazakon. Ajola Xoxa, bashkëshortja e Erion Veliajt, raportohet se është shtatzënë me binjak. Sipas burimeve të UOC, Ajola është në muajin e 4 dhe shtatzënia është realizuar me metodën in vitro, pas disa tentativave të dështuara në të kaluarën. Por ndërkohë që lajmi i gëzueshëm po qarkullon me shpejtësi, në publik kanë nisur edhe pyetjet dhe dyshimet. Pse lajmi u mbajt kaq i fshehtë për 4 muaj? Pse u bë publik pikërisht tani, kur Veliaj ndodhet në paraburgim? A është kjo arsyeja e disa lëvizjeve të fundit në prapasken? Askush nuk jep përgjigje të qarta, por një gjë është e sigurt. Familja Veliaj Xoxa është në qendër të vëmendjes si kur më parë. Nga njëra anë, lajmi i ëmbël i pritjes së binjakëve. Nga ana tjetër, situata e ndërlikuar e kryebashkiakut që aktualisht ndodhet në paraburgimin e Durrësit. A ka më shumë se ç'thuhet? A do të dalin detaje të reja? Publiku vetëm po pret.